Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit mars për shenjën e akrepit. Akrepa, java e parë e marsit do të jetë një javë me një ngarkesë të fortë emocionale. Dhe kjo javë do të zbuloj shumë intriga, do të zbuloj shumë të fsheta, do të zbuloj shumë fjalë që mund t'jenë thënë mbas shpinës tuaj, sidomos nga shoqëria, nga rrethi i njerëzve me cilët ju shpenzoni kohë që i keni afër vetes tuaj. Mund t'jenë edhe persona të familjes, po mendoni kush janë ato individ, mund t'jenë edhe njerëz fqinjë, edhe njerëz që i keni afër ambientit ku jetoni, ato persona që i takoni të paktën një herë në javë ose në përditshmëri. Do të zbuloni diçka në lidhje me këto persona që do t'ju ngarkoj emocionalisht shumë, mund të jetë diçka e papritur, fjalë që mund të kenë thënë, mund të kuptoni vërtet se kush janë miqtë dhe kush janë armiqtë tuaj në këtë kohë. Po përveç kësaj mund t'ju dalin edhe disa të papritura në lidhje me planet tuaja në afatgjatë, në lidhje me ëndrat, me vizionin tuaj. Sidomos nëse këto plane i keni bërë me dikë tjetër, mund të keni seduar me dikë, do bëjmë këtë gjë bashkë, do shkojmë në pushime, do bëjmë këtë, do ja kalojmë mirë, gjithçka do shkojë okay dhe i gjithë plani, gjithçka kthehet përmbys mbas informacionit që do të zbuloni. Keni kujdes, data 3 mars do të jetë 2-3 ditë para, 2-3 ditë pas, e gjithë java e parë është me energji shumë të fortë për të gjithë në fakt, sepse është eklipsi i hënës së plot. Eklipset janë gjithmonë periudha kaotike për të gjitha shenjat, por për ju si shenjë si shenjë ujë e ndjeni më shumë se sa të tjerët, akrepat, gaforet, peshqit dhe mbi të gjitha virgjëresha, sepse eklipsi është në virgjëresh, do ta përjetojnë më shumë intensitetin e eklipsit. Dhe gjëja më e mirë që ti mund të bësh për ta menaxhuar këtë energji, edhe nga orakulli i gjelbër, mesazhi thot grounding. Shpenzo kohë në natyrë, lejo që këmbët e tua zbathur të prekin tokën, barin, të ndjesh lidhjen me natyrën, lidhjen me pemët, të marrësh energjinë e tokës pikërisht dhe t'jesh vetëm, të shkarkohesh nga të tjerët, nga fjalët e të tjerëve, nga emocionet që mund të shkarkojnë të tjerë, që mund të sjellin të tjerët, nga gjithçka, grounding, të tokëzohesh, kjo është energjia. Se shikoj goxha ndryshime që për disa akrepa kanë filluar që gjatë fillimit të 2026 së mëtej, disa do të kenë disa ndryshime edhe gjatë marsit, por ndonjëherë ke periudha ku ndjen një lloj mbingarkese, thua po më ndryshon jeta, shumë gjëra, po marr një drejtim tjetër, dhe për ta rregulluar këtë pjesë ke për të qenë ti vetë më mirë me veten tënde, ke periudha të caktuara nevojë të shpenzosh kohë vetëm, të qetësohesh, mos të jesh online në rrjetet sociale, të shohësh ekranin absolutisht, vetëm të dëgjosh natyrën, të dëgjosh zogj, të sidomos po të jetë një kohë e bukur, një kohë e ngrohtë me diell, të mbledhësh forcat dhe kjo do të të ndihmojë jashtë për ta kaluar intensitetin e javës së parë. Gjithçka që ndodh gjatë eklipsit merret si shenjë. Në momentin e parë mund të jetë pak, mund të duket e padrejtë, mund të mbetet hatri, mund të mërzitesh, mund të nervozohesh, se gjatë eklipsit kemi dhe tendencën për të qenë pak të mbetet hatri, të jemi të rebelohemi, të mos ta pranojmë situatën, por do të jetë diçka për të mirën tënde. Kështu që shikoje si një shenjë që të bësh të ndryshosh rreth situatën në drejtimin e duhur. Ta them këtë sepse në javën e dytë unë shikoj shumë herë më mirë, shikoj plot jetë, plot energji, plot vitalitet, me një dëshirë për ta shijuar jetën, me një dëshirë për të qenë edhe më autentik, do të thoni,
okej, më kanë inat, kanë thënë këto fjalë për mua, tani unë do t'ju jap edhe më shumë arsye për të bërë thashë që theme për mua. Edhe më shumë arsye për të më sharë, edhe më shumë arsye që të më keni inat. Po do doni që ta jetoni jetën edhe më në maksimum nga që keni jetuar më përpara. Do t'i jepni gaz nga për inat të tjerëve, nëse i keni bërë gjëra deri në një nivel të caktuar më përpara, tani do ta shtoni edhe 5 nivele të tjera. Tani do jeni edhe më të fortë, edhe më ambicioz, edhe më të vendosur, më me zjarr, ju shoh, më me motivim, më me energji pozitive. Fizikisht, po, do t'jeni mirë, do t'jeni në formë, mundet edhe që në javën e dytë edhe në pamje t'jeni pak më ekstravagant, më joshës, t'jeni më të vendosur, shumë të fokusuar ju shoh tek puna, shumë të fokusuar ju shoh tek dëshirat tuaja. Edhe nëse të doli kjo pengesa në lidhje me planet afatgjata gjatë eklipsit, do thuash unë do ta bëj këtë gjë. Është diçka që kur ti si akrepja vendos vetes si synim që do realizosh diçka, sado pengesa të dalin gjatë rrugës, ti thua jo, unë do ta çoj deri në fund dhe nuk ka asgjë çfarë do edhe pse më doli një pengesë do vazhdoj prapë, e kjo këmbgulja kaq e madhe do të jetë pozitive. Do të jetë pozitive dhe është për t'u admiruar se sa forcë dhe zjarr dhe energji keni brenda vetes tuaj. Të shikoj që çfarë ka mbetur, çfarë keni pasur si peng më përpara, ju jeni komplet të gatshëm ta hidhni mbas krave. Nuk ju intereson asgjë që ka të bëj me të shkuarën. Sidomos çështje që lidhen me anën sentimentale, edhe pse ky ndryshimi juaj, pra kjo dëshira për të dukur më shumë, për ta jetuar jetën në mënyrë më intensive, shikoj që do të tërheq për ato akrepa që kanë kaluar një ndarje, do të tërheqë person nga e shkuara që do doj të rikthehet. Do doj të rikthehet, keni parasysh datën 19, rreth datës 19, sepse është hëna e re. Dhe kjo hëna e re është në peshk, në energji uji, një lloj si ju. E hëna e re lidhet gjithmonë me fillime të reja. Dhe kur një person kthehet, sidomos një partner ose partnere kthehet gjatë hënës së re, do të thotë që ata vërtet ndjejnë një lidhje të fortë emocionale me ju dhe duan të ndërtojnë diçka me ju, sërish duan një mundësi këtë herë për një rikthim të mirëfillt. Shikojeni situatën me kujdes, varet se çfarë ka ndodhur, sigurisht do të jetë specifike për persona të ndryshëm. Nëse mendoni që do të jetë diçka e mirë që ja vlen, që t'i jepni një shans këtij personi, se shikoj që ka dashuri akoma brenda jush. Për disa vërtet është një çështje e mbyllur, për të tjerë raporti ka qenë aq i fortë nga ana emocionale, situata, gjithçka tjetër, sidomos nëse ka qenë një person tjetër i tretë i përfshirë, sa nuk ktheheni e keni vështirë pjesën e rikthimit, por shikoni, energjia e pesës, sërish edhe energjia e pesës. Pra ky vendim që do merrni, është mirë që të jetë një vendim me këmbë në tokë, jo vetëm një vendim emocional, akrepa, sepse njerëzit gabojnë, askush nuk është perfekt, të gjithë kemi të metat tona, ti mund të kesh të metat e tua, personi tjetër mund të ketë të metat e veta, varet se sa kohë ka që ka ndodhur, varet si ka qenë rrethana, situata, mendoje në një formë më praktike, mendoje në një formë më racionale, analitike, me llogari, duke i vendosur se Virgjëresha këtë gjë bën, kjo energjia e eklipsit e Virgjëreshës, këtë gjë bën, i vendos edhe gjërat pak në thot prit të mirat, të këqijat. Un kam këto dëshira, bën një listë. Ai ka ky person këto dëshira? Ai plotson ato kriteret që ti ke? Nëse po, nëse do t'i japësh një shans, është gjithmonë mirë të rifillohet një marrëdhënie
gjatë hënës së re. Mund të ndodhë ose një njohje tërësisht e re, mbyllja e një kapitulli që ka të bëjë me të shkuarën, dhe një njohje komplet, një person i ri që vjen në jetën tuaj, pikërisht në javën e fundit, ose për disa akrep është një ish ose një ish partnere nga e shkuara që shikon këtë transformimin, këtë ndryshimin tuaj, këtë mënyrën se si ju jeni më të fort, më të vendosur, shihoni jetën më shumë dhe ndodh një rikthim. Sido që të jetë situata për ty në mënyrë specifike deri në fund të muajit, unë të shikoj shumë mirë nga shpirtërisht, të shikoj me zemrën plot, me shpirti plot, shikoj një lumturi të madhe. Mund të jetë edhe vetëm sodisfaksioni për disa akrepa, sodisfaksioni që ja unë kisha të drejtë, sepse ju e keni këtë pjesën e egos të theksuar, shenjat fikse e kanë pjesën e egos shumë të fortë, dhe ju jeni kokfort, jeni këmbgulës, jeni edhe nëse e doni dikë, nuk doni ta merrni hapin të parë, doni që personi tjetër të bëj hapa, doni që personi tjetër të bëj hapa drejt jush. Kështu që kjo do t'ju jap këtë satisfaksionin e madh që ju keni nevojë, do t'ju bëj të ndjeni mirë, do t'ju bëj të ndjeni që po vërtet ju kishit të drejtë, kurse për persona të tjerë kjo njohje e re do të sjellë kaq shumë emocion të bukur, kaq pozitiv, kaq të ëmbël, sa do ndjeni mjaft mirë. Ky person do t'ju përmbush shpirtërisht shumë. Mund të jetë edhe diçka tjetër pozitive që vjen në jetën tuaj, që ka të bëjë pikërisht me planet tuaja afatgjatë, jo vetëm me dashurinë, po që ka të bëjë me planet, me vizionin tuaj, fakti që nuk u dorëzuat, fakti që nuk u stepët, fakti që vazhduat me atë ambicjen, me atë këmbguljen e fortë, do t'ju shpërblehet në një dhuratë, në një bekim nga Zoti, nga universi, në formën e një dëshire që bëhet realitet, që mendojeni si një lloj testi, si një lloj prove. Okej, është pak kjo energjia e fortë e eklipsit, të shkundin pak, se shikojmë a do qëndrosh, a do luftosh sërish për atë çfarë do, dhe ti e kalon këtë test me sukses, ti i qëndron me këmbgulje dëshirës tënde dhe të shpërblen, pastaj Zoti universi të shpërblen me diçka që ti dëshiron, me një dhuratë, me një realizim që ti ndihesh shumë mirë pastaj, edhe thua ja vleti lufta, ja vleti sakrifica për ta marrë këtë shpërblim më pas. Okej, akrepa, unë ju uroj të gjithëve një muaj sa më të mbar, ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe, që mos u humbisni videot e ardhshme, dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online direkt nga website-i im në www.goldentruthtarot.com, linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Dhe nëse doni të mësoni të lexoni vetë letrat tarot dhe letrat e orakullit, të dyja pakut, mund t'i porosisni në etsy.com dhe nga website-i im, dërgesa bëhet në të gjitha vendet e botës. Ju falenderoj shumë që më ndoqët, ju uroj gjithë të mirat dhe bashkë të dëgjohemi në videot e ardhshme. Faleminderit, mirupafshim.